Shëndetje, kur do që jemi gati? Atëherë, faleminderit edhe sot që jeni këtu prezent pra për të përcjellur punimet e vazhdimit të seancës konstituive, siç pra kemi PDK-n, LDK-n, listën serbe dhe AK-n, të cilët pra u deklaruan që janë kundër vazhdimit, kundër zhbllokimit të procesit për konstituimin e kuvendit. Në pajtim me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2014, konkretisht paragrafi 124, ku kërkohet apo propozohet dhe mundsohet që votimi të jetë i hapur, i fshehtë apo çfarëdo forme tjetër, në mënyrë që të konstituohet kuvendi, pra synimi është konstituimi i kuvendit e jo bllokimi, gjykata kushtetuese ka paraqë cila do prej këtyre formave të votimit mund të përdoret. Gjithashtu në pajtim edhe me Këshillën e Presidentes, sepse siç e dini në fillim, kur ka filluar kjo seancë konstituive me datën 15 prill, kishim një pengesë tek votimi i raportit për verifikimin e mandateve. Përgjigjja e Presidentes në kërkesën e kryesuesit të kuvendit, pra se si procedohet tutje, ka qenë që si deputet, si kuvend, është në përgjegjësinë e deputetëve që gjejnë rrugë përpara për zhbllokim të situatës, e jo të shohin se si mund bllokohet. Në kuadër të kësaj, pra letra e Presidentes, përgjigjja e saj, aktgjykimi i gjykatës kushtetuese i vitit 2014, rregullorja e punës së kuvendit, pra në 61 paragrafi 4, që parasheh që në seanca plenare mund të ketë edhe votim të fshehtë, ne kemi propozuar sot si rrugdalje këtë format të votimit në mënyrë që të mundsohet ecja tutje dhe konstituimi i kuvendit, por e patë që ishin PDK, LDK, AK dhe lista serbe që bllokuan. Pra, ata ende pa e dëgjuar, sepse dëgjova këtu që parafolësit thanë se u kundërshtua edhe një herë Albulena Haxhiu. Ende pa e dëgjuar kandidatin vendosën pra që të dalin kundër. Unë besoj që zotëri Glauku Njufca do ta propozonte përsëri Albulena Haxhiun, por parimisht opozita janë kundër ende pa u propozu kandidati. Pra këtu shihet që kemi të bëjmë me blokadë të procesit e jo domosdo me emra të përveçshëm siç ata po pretendojnë. Pra, kemi provu gjithçka që është e mundur. Kemi ftuar edhe sot në takim. Kryeministri Kurti ka ftuar 2 kryetarët e partive tjera opozitare, pra që janë më të mëdha me radhë, sipas ulseve në kuvend, për konsultime, ashtu siç është kërkuar nga gjithë, sepse duhet gjejmë një rrugë përpara, dhe keni pa që LDK s'ka ardhur fare në takim, bilemendzi s'kan pritur që të përgjigjen kundër, pra shihet qartë që s'ka vullnet që të zgjidhet bllokada, pra që të zhbllokohet procesi, ndërkaq PDK kanë ardhur në takim, por e kanë përsëritur argumentin që pozita e nënkryetarit u takon atyre me kushtetutë, u garanton kushtetuta dhe s'kan çfarë të diskutojnë. Pra këto janë fjalët dhe ky është argumenti që edhe ne po e përdorim. E njëjta qëndron për kryetarin. Pra, pozita e kryetarit i takon fituesit të zgjedhjeve për ta propozuar dhe nuk do duhet të ishte pjesë e diskutimit. E njëjta gjë vlen edhe për nënkryetarit. Është po i njëjti nen i kushtetutës. Është neni 67 që flet për kryetarët dhe nënkryetarit. Pra në të njëjtin nen funksioni është i njëjtë. Pra në funksion janë të njëjtë, nuk ka fare dallim pozita e kryetarit me nënkryetarit sa i përket funksionit dhe përfaqësimit politik. Dallimi i vetëm në kushtetutë është hierarkia. Pozita e kryetarit është më lart, nënkryetarit janë në rast se mund vend kryetari. Tani mund të marrim edhe fuqi. Ju thatë që partitë opozitare, PDK-ja, LDK-ja, AK-ja edhe lista serbe ishin kundër votimit të fshehtë. Ato ishin pro votimit të hapur, megjithatë. Ato ishin pro një votimi transparent. Bazuar në çfarë? Sepse ne kemi pa që në çdo votim hapur kanë votuar kundër. Çfarë kemi të bëjmë, vetëm nëse mund të përgjigjem. Çfarë kemi të bëjmë? Sa pyetje? Jo, kjo ishte një farë parantezë. Kështu, tash me që ju e propozut një votim të fshehtë që të bëhet brenda seancës konstituive në mënyrë që me ju jap zgjidhje këtij problemi, a i bie kjo që ju si lëvizjeve të vendosje keni pas ndonjë dakordim me ndonjë deputet tjetër të partive në opozitë, cilët nuk kanë dashur që të votojnë publikisht,
tentativa jonë, pra propozimet tona janë gjithnjë në shërbim të respektimit të kushtetutës, që të konstituohet kuvendi. Kjo kërkohet nga aktgjykimi i gjykatës kushtetuese i vitit 2014, që deputetët duhet të bëjnë çmos, pra të gjithë kanë përgjegjësinë që të votojnë për, kundër ose abstenim, qoftë në formë të hapur apo të fshehtë, por kryesia e kuvendit duhet të zgjidhet, kryetari dhe nënkryetari duhet të zgjidhen. Po ashtu edhe në përputhje me përgjigjen e vetë presidentes, pra, këshillën e saj që deputetët duhet të mblidhen dhe të dakordohen si të zhbllokohet procesi, e jo të shohin forma se si të bllokohet. Pra përgjigja jonë, propozimi jonë është në kuadër të kësaj kornize, të zhbllokohet procesi, gjejmë mënyra si të lëvizim përpara. Sa i përket asaj se pse ata kundërshtuan votimin, unë besoj flet më tepër për ata dhe mosbesimin e tyre ndaj deputetëve të vet, po përgjigjen pra. Domethënë, kjo flet më tepër për mosbesimin e vet partive ndaj deputetëve vet dhe kontrollin që ata duan ta ushtrojnë mbi votat e tyre. Ne në vazhdimsi kemi dëgjuar se si pra folësit, përfaqësuesit e partive opozitare, në vazhdimsi kemi dëgjuar se si ata pretendojnë që vota e deputetit është e lirë dhe nuk duhet të detyrohet. Po do dalë edhe aty, do të përgjigjem gjitha. Pra, vota e deputetit nuk duhet të detyrohet. Vota e deputetit duhet të jetë e lirë. Votimi i fshehtë është një formë e votës së lirë ku s'ka detyrim të votës. Por partitë opozitare me kundërshtimin që po ja bëjnë këtij procesi, kjo tregon që nuk kanë besim në deputetët e vet dhe ata po dëshirojnë t'i kontrollojnë, pra të ushtrojnë presion mbi deputetët e vet për të votuar në mënyrë të caktuar. Sa i përket deputetëve individual, ne nuk kemi marrëveshje. Por ne kemi dëgju deputet individual që kanë dhënë intervista tek ju, tek media. Pra prononcime publike që kanë shpreh vullnet që do të ishin të gatshëm të hapin rrugë, mirë po është shëndrimi subjektit. Besoj ju takon, jeni ju gazetar, ju takon që se nuk dua ti potencoj dhe ti theksoj me emra përveçëm. Por, gjithatë, ekziston mundësia për të hapur rrugë përpara. Ne kemi ftu partitë në konsultime, njëra ka refuzu që të vej, tjetra që ka ardhët, neve në takon me kushtetut, pse me diskutu pozitën e nënkryetarit, pra edhe neve në takon pozita e kryetarit, pse me diskutu me parti tjera, por esenca është që kushtetuta e kërkon që kryesia e vendit, e kuvendit, pra të konstituimi i kuvendit të bëhet me 3 partit më të mëdha. Ta e nënkretarët që vinë prej 3 partive më të mëdha, dhe siç e dini 2 nënkretarë tjerë janë pra nga partitë e komuniteteve jeshumicë. Pra kushtetuta e përcakton që duhet të ketë një diskutim dhe dakordim mes këtyre 3 partive më të mëdha për konstituim të kuvendit. Procesi votimit të qeverisë pastaj është një proces i veçantë tjetër, ku aty pastaj ka koalicion qeverisës. Por sa i përket konstituimit të kuvendit, nuk ka tabore pozit-opozit, ka tabore 3 partit më të mëdha janë përgjegjëse për themelimin e kuvendit. Këtë rast kemi refuzim. Patëm edhe opsionin që ofruam. Sot po ashtu e refuzuan, pra duhet të theksohet edhe një herë, të gjithë qytetarët duhet ta dinë. PDK, LDK, AK dhe lista serbe sot refuzuan që të hapin rrugë përpara dhe të zhbllokohet procesi. Në cilat vota që si keni marrë hapur, keni shpresuar që keni marrë por dusheft, edhe është deklaruar pikërisht për Marigona Gjetin që keni kontaktuar babajën e saj. Ndërën kjo dhe ka deputetë të tjerë që keni kontaktuar personalisht ose familjarë të tyre, për më pas në marrëveshje të qoftë edhe të fshehtë. Vota është e fshehtë dhe aty nuk dihet kush voton për, kush kundër dhe kush abstenon. Pra asnjë nuk mund ta dimë dhe as partitë tjera, pra të deputetët të cilët ju takojnë atyre partive nuk mund ta dinë. Pra kjo është e mira e kësaj pune. Që me qenë se ka anonimitet në votimin e fshehtë, vota është e lirë. Pra ku ka votë më të lirë, sesa në një proces të votimit të fshehtë, ku secili deputet është i lirë ta shpreh mendimin e vet. Sepse ne kemi se kemi bën nga fillimi, kjo ka qenë sepse ne kemi shpresuar që do të ketë mirëkuptim dhe do të ketë racionalitet në veprimet e opozitës. Por po shohim që deri më tani, pra këto sjellje, këto veprime nuk janë racionale. Domethënë të kundërshtosh çdo gjë. Nuk është racionale. Nuk ka ndryshuar asgjë, është vetëm si them tentativa jonë për të
gjetur rrugë përpara për zhblloku procesin. Pra po e shohim që një grup, një subjekt politik në vazhdimsi po provon zhbllokimin e procesit, ndërka që shohim grupe tjera që në vazhdimsi me çfarë do propozimi tentojnë ta bllokojnë. Unë besoj që Glau Konjufca është tashmë etabluar si propozues stabil edhe nuk e ndryshon propozimin. Për kandidatët Po jo akuzojnë opozita që e keni shkel kushtetutën me këtë. Kjo s'ka qëndru për Kemi pas ndryshim edhe të votave kundër, si që dini. Pra ka pas prej 46 apo 47 vota, ka rënë 41. Pastaj u kthy në 44. Pra ka ndryshime të votave. Megjithatë, pra duhet të pajtohemi, besoj këtu s'ka dilema, që votimi i fshehtë në mënyrë anonime është vota më e lirë e mundshme, pa asnjë interferencë dhe pa asnjë presion ndaj deputetit individual. Ndërka që në formën e hapur, patjetër që partitë opozitare kanë presion mbi deputetët e tyre, gjë që është kundërkushtetuese. Kundërkushtetuese është edhe mos pjesëmarrja në votim, sepse gjykata kushtetuese në gjykimin e vet ka thënë që gjithë deputetët duhet të deklarohen me vot për kundër ose abstenim, pra kam rastin që deputetët e PDK, LDK, AK dhe lista serbe nuk janë të interesuar të zhbllokojnë procesin. Një koment për komunikimet me Gani Geci për siguru votën e deputetës Marigona Geci. Është qujt prej deputetëve të vetëvendosjes mizogjeni dhe seksiste që s'po pranohet Albulena Haxhiu si deputete dhe grua e rreth për kryeparlamentare. A është e kësaj natyre dhe me thirr babajin e një deputete me kërku votën e saj? Unë nuk mund të flas në lidhje me diskutimet apo komentet që janë bërë, sa i përket kandidatës tonë për kryetare, pra zonjes Haxhiu, besoj që komentet në përgjithësi që kanë qenë, nuk kanë qenë për cilësinë e punës së saj, por kanë qenë kryesisht që është përqarse, zhurmshme edhe epitete tjera shumë më të rënda që nuk do doja ti përsërisja. Pra problemi që ndron që kur një burr ka këto veçëri, zakonisht prezantohet si i guximshëm, nuk i shopet, i qëndrueshëm, ndërka që kur e bën një grua, paraqitet si problematike dhe si arsye për të mos ta votuar. Kjo ka qenë arsyeja pra pse është paraqit si e tillë dhe është ankesa si e tillë. Pra, Albulena Haxhiu është gruaja më e votuar në këtë zgjedhje dhe ne e kemi propozuar si kandidate sepse konsiderojmë që përfaqëson më së miri vlera televizijës vetëvendosje, grupit parlamentar tonë. Pra, kjo në takon kjo drejt me kushtetut, gjashëm, siç partitë opozitare, pra dy të tjerat në radhë, dyta dhe treta që po thonë që kushtetuta u garanton pozitat e nënkryetarëve dhe s'kan për çfarë të diskutojnë. Për me kalu, do më tha antarët e komisorë që ka me rikëshyrë procesin e votimit të fshetë, do të me konë shumica, paktin shumica që të prezent, do më thonë, ta zonë nëse janë 100 deputet, paktin në prezent e një deputet që e votojnë qatë të rëvali. Qysh keni me arrit që paktin me bo, edhe me kalu raporti, për me shkutu të proces të votimit. Po që pa mëshme, është të ndohë, pa të shumë situata si kur me sonë e po. Pikërisht pajtohem. Domethënë, problemin që kemi është që deputetët, ngjajshëm sikur në fillim të seancës kur ishte për votim raporti për verifikim të mandateve, që fillimisht votuan kundër, pastaj refuzonin të merrnin pjesë, duhet të ndryshojnë qëndrim pra të gjithë të bëhen pjesë e konstituimit të kuvendit, sepse ky është obligim kushtetues. Nuk i takon obligimi vetëm partisë fituese që ta konstituojë kuvendin. Sepse për ndryshe, po të ishte vetëm obligimi partisë fituese, edhe 5 nënkryetarët do t'i takonin partisë fituese. Por kushtetuta e ka rregulluar, ka thonë që partisë fituese i takon kryetari dhe një nënkryetar, ndërka që nënkryetarët tjerë u takojnë partive tjera. Pra këtë e thot kushtetuta dhe në këtë formë është detyrimi gjithë deputetët të marrin pjesë në votim dhe të sigurohemi se kemi konstituim të kuvendit. Jo, këta e bazojmë vetëm në ato që veprimet e opozitës. Pra fakti që ata vendosin të mos marrin pjesë në proces të tillë, pra e tregon që kanë mos besim ndaj vetë deputetëve të tyre.
Po të ishte se cila votë e lirë, dhe po të ishte ky votim, reflektimi i votës së lirë të gjithë deputetëve, unë besoj se do të kishte kurfar problemi nga partitë opozitare, pra që të shkojnë në një proces edhe me votë të fshehur, me qëllimin për zhblloku procesin dhe për ta konstituuar përfundimisht kuvendin. Nëse mundem, ata kundërshtuan për shkak se thonë se është shkelje konstitucione dhe ligjore, mënyrë ndrimi i metodës së votimit në mes të seancave konstituive. Kjo është arsyeimi i tyre, përpos tjera, përpos opozitës, është arsyeimi ose interpretimi që vjen prej njerëzve të kushtetutës, që përbën shkelje ligjore kushtetutës nëse ndrohet mënyra e votimit. Edhe një pyetje tjetër, cila është ideja me këtyre partitë në takim, kur ju nuk ndryshoni qëndrim, sepse ju jeni të parët, domosdoshmërisht ju takon, që keni 28 deputet, jeni të parët që keni dalë nga zgjedhjet, ju takon që ju me dhënë alternativa, jo me shkel kushtetutën, për me kalu të procesi i votimit edhe i konstituimit të kuvendit të Kosovës. Pikërisht edhe po e bëjmë. Ne po japim alternativa në vazhdimsi, ftesa për partitë politike, për të dakordu për emrat e kryesisë, jo nuk është. Përkundrazi, është shkelje kushtetutës, se që më interesu për debatu, mund të bëjmë debat. Shkelje, po besoj mas pari nuk asnjëri prej neve këtu ka autoritetin, nuk i ka autoritetin që të konstatoj shkelje kushtetuse. E para, unë e citoj aktgjykimin e gjykatës kushtetuse, ku thot që të gjithë deputetët duhet të votojnë. Unë e citoj aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, paragrafi 124, ju lutem merrni shikojeni, pra aktgjykimi i vitit 2014, paragrafi 124, thot deputetët duhet të zgjedhin kryesinë e kuvendit me vot për, kundër ose abstenim. Gjithë duhet votojnë. Procesi votimit, aktgjykimi thot, duhet të jetë ose mund të jetë i hapur, i fshehur apo në çfarëdo forme tjetër që mund të dakordohet. Pra kjo është ka thënë gjykata kushtetuese. Çfarë mund të thonë tjerë persona, ajo nuk mund të jetë mendimi i tyre, por nuk është konstatim kushtetues. Kjo që po e them unë, po e citoj gjykatën kushtetuese. Ju lutem shikojeni paragrafin 124 të aktgjykimit të vitit 2014 për procesin e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit. Cila është ideja e thirrjes së takimeve? Ideja e thirrjes së takimeve është për të dakorduar atë që kam thënë edhe më herët, pra për të dakorduar për të gjithë emrat e kryesisë së kuvendit. Sepse nëse ne po insistojmë, apo nëse po insistohet që ne të ndryshojmë emrat e kandidatëve tonë, apo emrin këtë rast të kandidatës për kryetare të kuvendit, bazuar në kërkesat e disa partive tjera, e njëjta do të vlej pra edhe për pozitat e nënkryetarëve të tyre. Sepse as ata nuk i kanë shumicën në kuvend. Bile kanë shumë më pak vota, i dyti dhe i treti bashk, pra kanë më pak vota se ne. I dyti dhe i treti bashk kanë më pak vota se ne, dhe është e pritshme që s'mund t'i zgjedhin nënkryetarët pa votën tonë. Kështu nuk konstituohet kuvendi kurrë. Yes. Prandaj, ka ne kemi insistu, edhe çka ne kemi provu, kemi tentu të bëjmë me këtë thirrje, është që të ketë një dakordim politik për gjithë emrat, pra të mos i kontestohet askuj e drejta kushtetuese. E drejta kushtetuese në këtë rast është të propozohet kryetari dhe një nënkryetar nga fituesi, dy nënkryetar tjerë nga partia e dytë dhe e tretë përkatësisht dhe dy nënkryetar tjerë nga partitë komunitetet jo shumicë. Në këtë aspekt, sepse kjo është vendimi yni, pra këtë vendim kemi marrë ne si propozim, ky vendim na takon neve me kushtetut dhe nuk i takon as partisë dytë, as tretë, as katërtës e madje as juve. Në gjashëm edhe ne mund të kërkojmë pastaj që deputet caktuar të tyre të mos bëhen nënkryetar. Edhe të bllokohet procesi. Jo, po, prandaj ne po dëshirojmë ta përdorim parimin e njëjtë. Opozita po kërkon parime të ndryshme, standarde të dyfishta. Opozita po thot, për kandidatin e juaj ne përzihemi, për kandidatët tonë mos u përzihemi. Ne po thojmë, hajde s'u përzihemi asnjëri tjetrit. Po dakordohemi për emrat dhe dalim në votim. Pra, secili çush e parashek kushtetuta, del kryetari votohet, dalin pastaj nënkryetarët, votohen edhe ata, edhe zgjidhet problemi. Opozita nuk po thotë se e kërkon votën e vetëvendosjes për nënkryetaret. Nuk ka thënë asnjëherë s'po. Se po kërcënoni apo po kushzoni në anën tjetër? Ne nuk po kushzojmë, përkundrazi. Ne nuk po kërcënojmë, as nuk po kushzojmë, përkundrazi. Ne jemi të interesuar të mos shkojmë në atë skenar. Ne po themi që me vepru që shpo kërka opozita, blokohemi pafundësisht.
Ne po themi, nëse veprohet çu po kërkojmë ne, sot do ta kishim kuvendin e konstituar. Me 15 prill do ta kishim kuvendin e konstituar. Me pas vepruar çu po thojmë ne. Por me ndëgju opozitën, po e shohim që tash është data 1 maj, pra shkoi gjysmë muaji pa kuvend të konstituar. Edhe e pam se cilat janë pra partitë bllokuese, po e rifleksoj edhe një herë përfund, PDK, LDK, AK dhe lista serbe sot vazhduan bllokimin e kuvendit dhe u pa më qartë se kurrë. Faleminderit. Faleminderit.